interesit është fjala që dëgjojmë më shpesh, jo vetëm në ekonomi, por edhe në bisedat e përditshme. Kjo është më se natyrshme, për vetë rolin që ajo luan, pikërisht në jetën e përditshme dhe në ekonomi. Në jetën e përditshme, dim që çdo mall ose shërbim ka çmimin e tij. Kështu edhe paraja që përdorim çdo ditë ka një çmim. Dhe ky çmim është pikërisht norma e interesit. Norma e interesit është e ndryshme në vende të ndryshme, pasi të ndryshëm janë edhe faktorët që ndikojnë në përcaktimin e madhësisë së saj. Por si e përcaktojnë bankat normat e interesit? Megjithse përfaqësohet vetëm nga një shifër e vetme, përcaktimi i saj nuk është i thjeshtë. Ekzistojnë disa metoda, por më klasikja dhe bazë mbetet ajo e vlerësimit mbi bazën e kostove. Përcaktimi i normës së interesit sipas kësaj metode i ngjan lojës ndërtuese me tulla. Konkretisht, sipas kësaj metode, norma e interesit që paguan klienti i bankës përbëhet nga 4 bloqe që vendosen njëri mbi tjetrin. Në bazamentin e normës së interesit që paguan klienti, qëndrojnë kostot ose interesat që paguan banka për grumbullimin e fondeve. Bankat zakonisht përdorin më shumë fonde të huajtura sesa kapital nga aksionarët e tyre. Kështu që edhe ato vetë duhet i marrin hua fondet kundrejt një interesi të caktuar. Fondet e huajtura, bankat i grumbullojnë në pjesë më të madhe nga depozituesit, që mund të jenë individ ose biznese të ndryshme. Ata i depozitojnë fondet dhe parat e tyre në banka kundrejt përfitimit të një interesi, që përbën një kosto apo shpenzim për bankën. Bloku i dytë që vendoset mbi koston e grumbullimit të fondeve është kosto e veprimtarisë operacionale të bankës. Bankat janë institucione të mëdha dhe komplekse, që punësojnë shumë punonjës dhe ekspertë. Përdorin sisteme dhe programe të avancuara kompjuterike. Pra duhet të shpenzojnë një sasi të caktuar fondesh për kryerjen e shpenzimeve administrative, si pagat, shpenzimet operative si mirëmbajtje të sistemeve, siguracione e të tjerë. Gjithashtu në kosto përfshihen dhe shpenzimet që paguajnë bankat për sigurimin e depozitave të klientëve, si dhe kostot e tjera rregullatore që lidhen me rezervën e detyrueshme. Pasi bankat nuk mund të investojnë të gjitha fondet që grumbullojnë në formë depozitash apo huash, por një pjesë duhen depozituar pranë bankës qendrore. Mbi koston operacionale dhe administrative vendoset një tjetër blok, që lidhet me rrezikun që sipërmerr banka për dhënien e huave. Ky element përbërës i normës së interesit, që quhet edhe primi ose çmimi i rrezikut, ka për qëllim të kompensoj bankën nga rreziku i dështimit dhe mospagesës nga klientët huamarrës të bankës. Madhësia e këtij rreziku ndikohet nga shumë faktorë makroekonomik, të lidhur me zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, ciklin e biznesit, lehtësinë e të bërit biznes e të tjerë. Si dhe faktor mikroekonomik, që lidhen me integritetin e biznesit huamarrës, kapacitetin dhe aftësinë e tij për të gjeneruar të ardhura, rreziqet e projekteve të investimit, menaxhimin e përgjithshëm të biznesit, pozicionin konkurrues, cilësinë e kolateralit, madhësinë e kapitalit e të tjerë. Përgjithsisht, ky element përbërës i normës së interesit ka peshën specifike relativisht më të madhe në vlerën përfundimtare të saj. Kur ky rrezik është i ulët, atëherë dhe efekti i tij është në të njëjtin kat e norma e përgjithshme e interesit të caktuar për huan. Elementi i fundit që shtohet në ndërtesën e normës së interesit është norma e kërkuar e kthimit të aksionarëve. Në sy të aksionarëve, 3 elementët e mëparshëm thjesht formojnë koston e angazhimit të kapitalit të tyre në bankë. Por asnjë investues apo aksionar i bankës nuk investon paratë e tij në një biznes nëse ky i fundit nuk i siguron atij një normë kthimi që të mbulojë rrezikun e sipërmarrë, por nga ana tjetër ti mundësoj edhe një kthim të caktuar në formën e fitimit neto apo fitimit të pastër. Në përfundim, shuma e të 4 këtyre elementeve na jep normën përfundimtare të interesit që i ngarkohet klientit që merr huan në bankë. Sigurisht, kjo normë përfundimtare mund dhe është e ndryshme për klientë të ndryshëm, pasi përgjithsisht madhësia e rrezikut përballë të cilit ekspozohet banka ndaj klientëve të ndryshëm është e ndryshme. Kjo video prezantuese u përgatit në kujdesin e shoqatës shqiptare të bankave.